Një hënë e rrallë blu ndriçoi qiellin mbi Kaliforni këtë fundjavë. Termi blu nuk lidhet me ngjyrën e satelitit të tokës, por hënën e dytë të plot brenda një muaji kalendarik. Sipas NASA-s, kjo ishte një mikrohënë pasi ndodhej në pikën më të largët nga toka, duke u dukur më e vogël se zakonisht. Përveç Kalifornisë, fenomeni u pa qartë në mbar Meksikën, Kanadan dhe Europën jugore. Hëna nuk duket blu me sy të lirë, por ka nuanca portokalli, pasi ngjyra e saj përcaktohet nga grimcat atmosferike. Vetëm prania e pluhurit apo hirit vullkanik në atmosferë mund t'i jap asaj një nuancë të tillë. Në kushte normale ajo ruan ngjyrën e bardhë ose gri. Kjo dukuri e rrallë shënoi gjithashtu fundin e stinës së pranverës.